Bllokadat që janë organizuar nga transportuesit e Ballkanit Perëndimor në raport me vendimin e Bashkimit Evropian që shoferët mos të kenë të drejtë më shumë për të qëndruar në Bashkimin Evropian se 90 ditë në 6 muajin e parë dhe 90 në 6 muajin e dytë, gjithsej 180 ditë, kanë ngritë revoltë të madhe dhe kanë ngritë pasiguri në transportin ndërkombëtar, për arsye se shoferët tashmë trajtohen si kur turistë dhe kjo ka bërë që këta të ngriten me të drejtë për të kërkuar leje speciale që ata mos trajtohen sikur turist, por trajtohen si punëtor që mos t'ju kufizohet hyrja dalja pas aplikimit të vitit të kaluar të sistemit EES që numëron ditët hyrje daljet e çdo personi nga Ballkani Perëndimor që shkon në Evropë. Kjo po ka krijuar të llovi të madhe, po krijon humbje financiare, mungesë të produkteve dhe nëse i nalim dhe analizojna rreth 20.000 mauna që janë tashmë të bllokuar mes transportit Ballkanit Perëndimor dhe Evropës, e kap një kosto ditore rreth 1 miliard euro të importeve dhe eksporteve që ka Bashkimi Evropian me gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kjo është një humbje shumë e madhe. Prandaj, të gjitha qeveritë e Ballkanit Perëndimor do duhet që ata t'i drejtohen Bashkimit Evropian për të dhënë një mundësi shoferëve, kompanive, bizneseve, transportuesve, që shoferët e tyre mos të ju numërohen ditët e qëndrimit në Evropë si turist, por të kenë të drejtë ata të qëndrojnë varësisht prej situatës. Ta marrim shembull, Kosova ka rreth 2000 mauna që bartin mallra të ndryshme, sipas një evidencë që kjo mund të jetë plus minus. Nëse një shofer me një maun niset për të dërguar një dërgesë të mallrave në vend të Bashkimit Evropian në thellësi të saj diku në vende skandinavike, ku duhet të udhtoj më shumë se 7 ditë për arsye se të kufizimit të qarkullimit në rrugë nuk kanë të drejtë më shumë se 9 orë shoferët të ecin, po ata duhet të bëjnë ndalesa, ato ndalesa janë të mëdha dhe këtu kur përjashtohet edhe në sezona të ndryshme pritje të mëdha në kufi, atëherë udhtimi mund të zgjatet më shumë, por nëse ka udhëtu 7 ditë në ndonjë vend të Skandinavisë një maun me mallra dhe deri të shkon atje të shkarkon mallrat dhe të gjen një ngarkesë tjetër për t'u kthyer, ja merr më shumë se 20 ditë. Dhe shoferët nuk mund të kenë brenda një afatit 3 mujor që kanë të drejtë me qëndrua atje më shumë se 3 ose 4 herë maksimalisht të shkojnë në Bashkimin Evropian. Kompanitë duhen që gjejnë punëtor të ri nuk ka, gjithmonë flas me shofer. Gjermania është duke kërku shofer pa limit numër dhe me paga shumë të mëdha, prandaj këto do t'i shkojnë në favor shoferëve të cilët janë në Bashkimin Evropian. Këto ditë që po flasmi, transporti ndërkombëtar në raport me Ballkanin Perëndimor është trajtuar 15 deri 20%, e që i bjen këtu 300 deri 500 euro më shtrejt transporti për arsye të bllokadave. Dhe nëse kjo do të vazhdoj, në Ballkanin Perëndimor do të ketë mungesë të produkteve, e sidomos në Kosovë ku ne kemi importuar vitin e kaluar 7 miliard ose 90% të konsumit në varëmi nga importi, do të fillojmë të kena mungesë të produkteve, njëkohësisht do të fillojmë të kemi edhe shtrajtim të produkteve. Prandaj, këtu duhet reagimi shpejt i gjitha qeverive të Ballkanit Perëndimor në raport me Bashkimin Evropian. Gjithmonë jemi duke folë për 2 bloke, blokun e Bashkimit Evropian dhe blokun e vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilët nuk janë
në trajtim të barabartë të punëtorëve, sidomos të shoferëve. Dhe këto humbje janë edhe po krijohen në raport mes dy bloqeve që janë të padrejta dhe shoferët dhe bizneset e gjitha vendeve në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë Maqedoninë, Serbinë, Malnezi dhe Bosnën, që më së shumti importuesit kosovar i përdorin këta mauna, ose këto biznese, këta shofer, ose janë goditur nga ky rend i ri, ose nga ky vendim i ri, që ka filluar në vjeshtën e vonshme të vitit të kaluar për të aplikuar për gjithë shoferët e Ballkanit Perëndimor.